Ardhur një moment që taksat edhe çdo gjë po shkojnë keq e më keq. Jo më larg se para disa ditësh filloi edhe parkingen me pagesë. Siç dihet që edhe në Durrës parkinget janë më skandaloz edhe s'ka ku të shkoj. Edhe për këtë arsye jemi ngritur. Çfarë ju shqetëson juve? Atëherë, unë si banor i qytetit Durrësit kam makinë dhe kam jo një po dy dhe kjo më shqetëson sepse nuk kam ku ta lej makinën, një, edhe por më duhet edhe kjo e për kartën e rezidencës, e cila është gati 100.000 lekë. Me sa dëgjova dhe i kushton xhepit. Deri më tani sqarimet që janë dhënë nga bashkia. Po. Ju janë dukur të mjaftueshme, jeni të qartë për procesin? Jo, nuk kemi të fare të qartë sepse është diku thot 40 lekë, diku thot 100 lekë, diku thot tek sheshet nuk ka informacion fare. Po për sa i përket pagesës, dini gjë si do të? Jo, fare. Nuk kemi informacion fare. Pra nëse duhet startuar ky proces, duhet një informacion i gjerë, një fushat sensibilizuese më përpara? Po, duhet të bëhet një fushat sensibilizuese, të merret vesh se sa do jenë çmimet, cilat zona do jenë me kaq edhe fasha orare. Një pyetje, ti personalisht je dakord që të ketë një rregull dhe të vendosë një tarifë për të disiplinuar parkimet e makinave? Atëherë, në fillim duhet të kishte bëj herë, duhet të kishin nxjerr sa do jetë tarifa dhe pastaj të informohej publiku, të informoheshin qytetarët. Do më shumë masë sensibilizuese. Faleminderit.